Në një gjatësi prej 50 km, vija bregdetare e qarkut të Fierit, duke filluar nga Divjaka deri në Pishporo, po pastrohet. Ndër aksionet më të mëdhenj të pastrimit që do të shtrihet në të gjithë vijën bregdetare, me ekipe në Divjak, Seman, Darzez dhe Pishporo. Forcat të ushtrisë, punonjës të Agjencisë Mjedisore të Jugut dhe nxënës shkollash do të pastrojnë plazhet nga mbetjet urbane dhe lëndët drusore. Ndotja e plazheve të Fierit këtë vit u përkeqësua si pasojë e vërshimeve të lumenjve, Vjos, Seman dhe Shkumbin, ujërat e të cilëve sollën nga grupderdhjet respektive qindra tonelata me mbetje plastike dhe urbane. Kjo është faza e parë dhe më e rëndësishme e pastrimit të vijës bregdetare, që synon përgatitjen e plazheve për sezonin veror. Pas largimit të pjesës më të madhe të mbetjeve nga ky aksion, janë më pas njësitë vendore që pritet të vazhdojnë pastrimin e rërës me mjete të posaçme. Ndërkohë me çeljen e sezonit veror, pastrimi në plazhet private bëhet nga vetë subjektet që administrojnë këto hapësira. Plazhet më të ndotura në këtë prag sezoni rezultojnë Semani dhe Darzeza, pasi këtu janë grupderdhjet e lumenjve Seman dhe Vjos. Ndotjet e lartë nga mbetjet ka dhe në brendësi të masivit pyjor, që shkaktohet nga pushuesit si në rastin e pyllit të Semanit, ku festimet në natyrë lën pas mbetje masive urbane.